Nën moton diaspora zgjedhet dheun, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi turin e takimeve në diaspor. Këtë të diel, kryedemokrati u ndal në Napoli të Italisë. Berisha u prit me duar trokitje dhe ovacione. Duke theksuar rëndësinë e votës së 11 majit, Berisha u shpreh i bindur se 2025 është viti i diasporës. Me 11 maj, nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri, shqiptarë të lidhin nënat për të luftuar për Shqipëri, shqiptarë të rritin nënat për të dalë zotë Shqipërisë, shqiptarë të rritin nënat për të dalë zotë asaj. Pritë diasporën e Dirama, nuk ke vend i tokë. Në modelin e Trump, Berisha paralajmëroi një audit të përgjithshëm të shtetit, madje edhe masa ndaj filantropit George Soros. Pas ligjit për minimumin jetik dhe pagën 500 euro, pas vendime për kthimin e parave tek shqiptarët. Ligji i dytë është shpallja e George Sorosit non grata, mbyllja e fondacionit Soros. Të pastrosh shtëpinë do thot bësh një audit të përgjithshëm. Një lloj Elon Musku, shqiptar do gjendet. Do jetë nga diaspora, do jetë nga Shqipëria, do jetë nga miqtan. Pa audit të përgjithshëm, nuk shkohet përpara. Pa gjetur qina milion euro të vjedhura shqiptarëve të shtruar në vila, hotele, motele të tjerë. Shqipëria nuk ndërtohet dot mbi mëkatin. Nga Italia, kryedemokrati ritheksoi se vendi ynë do të jetë modeli i kriptovalutave